Në një takim elektoral ku paraqit për herë të parë me syze, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi rëndësinë e sigurisë ushqimore, duke cilësuar atë si një sfidë me karakter kombëtar. Ai prezantoi programin e PD-s që parashikon reformimin rrënjësor të strukturave që kontrollojnë produktet ushqimore në vend. Është në kthetrat e mafjes, urdhon laboratorit, shtetëror, ministri, ja merr kompetencat dhe ja jep një laboratori privat në shembullin atyre PPP-ve të shtetësisë për të ndarë parat me te. Shqipëria ka specialistë shumë të mirë, ka njerëz që e njohin, por ata janë të skajuar, janë të marginalizuar dhe e vërteta është që gjithçka përcaktohet nga mafia. Berisha akuzoi qeverinë për tolerim të korrupsionit në sistemin aktual të kontrollit, duke e lidhur drejt për drejt me mungesën e sigurisë për konsumatorët shqiptar. Është e domosdoshme, ky duhet të jetë një sektor qendror në fushën e sigurisë kombëtare. Pra, jo vetëm që siguria ushqimore duhet të jetë çështje e sigurisë kombëtare, por duhet të jetë një sektor qendror në këtë fushë. Në këtë kuadër, ai premtoi trefishim të fondeve publike për sigurinë ushqimore si një hap konkret për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve dhe për të rikthyer besimin në institucionet që mbikëqyrin tregun ushqimor.